Një tjetër episod që ngre shqetësime mbi trafikun e lëndëve narkotike është regjistruar në aksin Bradashesh Elbasan, ku një 37 vjeçar tentoi t'i shpëtonte kontrollit policisë. Sipas burimeve zyrtare, shërbimet e rendit i kanë bërë shenjë ndalimi një automjeti me xhama të zi, por drejtuesi i saj, shtetasi me iniciale EM, 37 vjeç, nuk ju bint urdhrit për dorëzuar dokumentacionin. Pas shoqërimit të tij në komisariatin e policisë, 37 vjeçari ka shfaqur probleme shëndetësore dhe është transportuar me urgjencë drejt spitalit. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se dyshohet se ai ka gëlltitur një sasi lënde narkotike në përpjekje për të shmangur përgjegjësinë ligjore. Aktualisht ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa hetimet për rastin janë në vijim. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, e cila po drejton veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore.